E marta ka shënuar rekordin e ri të qëndrimit të deputetëve brenda seancës në Kuvendin e Kosovës. Të zgjedhurit e popullit qëndruan brenda institucionit legjislativ vetëm 2 minuta e 17 sekonda. Për këto minuta, u kërkua nga partitë opozitare që të propozojnë një emër për komisionin e votimit të fshat. Ftoj PDK-n të propozoj një deputet për antar të këtij komisioni. Ftoj LDK-n të propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj listën serbe të propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj AK-Nisma të propozoj një deputet për antar të komisionit. E as këtë herë në tentimin e 33 me radhë, nuk arritën të konstituojnë Kuvendin e Republikës. 51 deputet kanë votuar për, kundër ka votuar 1, abstenim nuk ka, nuk kemi quorum, shihemi me 19 qershor në orën 10, për sot ndërpritet seanca. Nga 15 prilli, për çdo 48 orë deputetët mbajnë seancë për konstituim. Ndërsa nga 1 maji, partia fituese e zgjedhjeve Lëvizja Vetëvendosje e ka propozuar votimin e fshat si mundësi për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit.